Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me si të veproni me anën e plot në Luan, pra ka të bëj me veprimin. Videon e parë unë tregova efektet që jep në nahën, ndërsa tani jeni ju, për atë që ju sjell shpirti dhe në këtë rast zemra, sepse ka të bëj me, sidomos me zemrën tonë, është që të arrini, të filloni dhe atë që do të bëni tani, do t'ju çoj hapasapi në bukurinë e jetës, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Do të ndaj në dy pjesë, pjesën e parë në lidhje me energjinë, që do të thotë që të gjithë ne energjinë e Luanit e kemi në brendësi. Në fundit ne jemi që të gjithë Luan, dhe ajo që të dini është Luani është mbreti i kafshëve, pra dhe ju jeni mbret në familjen tuaj, në veten tuaj, por kjo nuk do të thotë që mbret në kuptimin me zemrën, se përfaqëson zemrën. Dhe në qoftë se ju dëgjoni zemrën, jeta është një mrekulli, sepse zemra është astrale, zemra përfaqëson dhe ka në vetë mençurinë tonë, ka misionin dhe drejtimin e jetës, dhe ku ju besoni në veten tuaj, ju besoni në shpirtin tuaj. Kur besoni në shpirtin tuaj, është ajo mrekullia e jetës, sepse ju, që të gjithë ne jemi unik, që të gjithë ne kemi vlerë, dhe që të gjithë, dhe gjithçka që ekziston në këtë univers të bollshëm, jemi të lidhur, është ndërlidhja jonë. Kemi ardhur në këtë afat për të cilën që të gjithë ne jemi ndërgjegjësuar, dhe jo vetëm që ndërgjegjësimi është i lartë, njihet se çfarë po ndodh në botë, pa jemi njohur, jemi në një ndërgjegjësim të lartë, por tani ftesa e këtij shekulli për të gjithë, dhe në këtë rast edhe kësaj hëne, pra hëna e plot në Luan afton që të gjithëve ne, që të gjithëve, sepse që të gjithë ne jemi shpirtëror, dhe pra me shpirtin dhe jo vetëm ju që ndiqni këto video, por që të gjithë ne, dhe ajo që është jemi të ftuar që të lëm iluzionin dhe të fokusohemi tani në veten tonë, të lidhemi me mençurinë e brendshme. Pra mjaft arratisje, mjaft ëndra, mjaft i bëjmë gjërat më mirë se që janë. Pra ndryshe në shtëpi, ndryshe jashtë, e të tjerë që të gjithë ne kemi probleme, që të gjithë kemi probleme, se ne jetojmë me pavërtetësi. Dhe ky shekull, por dhe ju që jeni duke vazhduar, dhe që të gjithë ne jemi të ftuar, do të lidhemi me veten tonë. Mësoni që duke qenë se është ëna me të vërtetë që përfaqëson zemrën, kjo do të sjelli lidhje me çështjet e zemrës dhe me emocionet tuaja të papërpunuara. Ndërkohë, zemra është dhe organ, pra ka të bëjë me atë që jeni të vëmendshëm nga ana e fizike, sepse është organ, është në trupin tonë fizik. Kujdes me presionin e gjakut, me venat tuaja, pra në lidhje me qarkullimin e gjakut, pra jeni të vëmendshëm çfarë mund të ndjeni, sidomos kujdes ju që keni probleme me zemrën, por gjithsesi që të gjithë qëndroni të vëmendshëm në atë që mund të ndjejnë këto simptoma. Ndërkohë është që ka të bëjë me atë që të gjithë ne na tregon që ne jemi pra në lidhje, sa vetbesim kemi në veten tonë. Pra a besojmë në veten tonë, a besojmë në këtë zemër, a e duam veten tonë, a jemi duke krijuar atë çfarë ne kemi aftësi për të treguar, për të vazhduar në këtë tokë, sikurse që të gjithë ne jemi udhëheqës personal, që të gjithë ne kemi ëndra, kemi dëshira, kemi atë çfarë zemra jonë kërkon, dhe ta ndjekim atë që ne kemi vlerë, atë që na kënaq ne ta ndjekim. Ndërkohë të kuptoni që duke qenë se është nesër kjo hënë e plot, në datë 4 ynë edhe
shenja e planeti Uranit në shenjën e Demit, dhe kjo do të ndjehet dhe më e fuqishme shënim, më e fuqishme dhe ndërkohë edhe toksore, pra kërkon që të jeni në dy këmbët tuaja në tokë, për arsye mund të ketë konflikte shënim, sepse ndërkohë që planeti i Uranit është qielli i Zotit dhe pra është udhëheqës i ujorit, dhe ne jemi në afatin të kohor të ujorit, pra është një shpejtësi e shpejt, ujori është inovator, pra kërkon të vazhdojmë në reflektime, në mrekulli, në gjëra të reja në jetën, dhe mbi të gjitha për lirinë tonë, për paqen tonë, dhe kjo mund të sjellë konflikte, sepse dhe Demi ka të bëjë me atë që është konservator, pra do të ruaj të vjetë, do të ruaj sigurinë në lidhje me pasurinë e të tjera, e gjithsesi edhe Demi në ka që sjell, ka zotërimin, ka atë që i mban gjërat me situash është kontrollues, pra të çdo gjë. Këto gjëra jeni të vëmendshëm, mund të ndjehen dhe deri në 26 prill, për të cilën do të kaloj në shenjën e binjakut. Për 7 me radhë do të vazhdoj kjo punë deri në 2033, që ne do të lidhemi me shpirtin ton binjak, dhe për një pjesë dhe me flakën binjake. Flakën binjake e kemi që të gjithë, po ndoshta jo të gjithë mund të lidhemi në këtë jetë, por gjithsesi ne e kemi që të gjithë flakën binjake, është kjo zemër. E kemi që të gjithë, pavarësisht se si na drejton jeta. Tani, ndërkohë është dhe ëna e akullit dhe ëna e uris, quhet akullit, sepse është në sezonin e dimrit, ne jemi në dimër, sidomos në hemisferën veriore, dhe ajo akulli pastër, që të gjithë e dini, ajo pastërtia, është qetësi, ose kur është bora e tjera, por gjithsesi është koha, është edhe në këtë rast, natyra është e qetë, kafshët janë të qetë, por dhe ne si që njerëzore, nuk e kemi atë entuziazmin apo ndjeshmërinë si në bear, sepse është energjia e të kurrjes, pra jemi më shumë të lidhur me veten, secili me veten tonë, dhe tani edhe ky shekull është që na fton që të gjithë që të lidhemi me veten tonë. Ndërkohë të kuptoni që ajo që kërkohet është që të gjithë, është çfarë duam ne, është kjo që çfarë kërkoni ju, çfarë doni në jetën tuaj. Mësoni që para se të filloj në energjin, pra të ndaj në dy pjesë, të flasë në dy pjesë, me energjin dhe me zonën e numër 5 të zona e argëtimit, mbani shënim, ulluni në qetësi, dhe që të gjithë jeni të ftuar, merrni një ditar dhe të pyesni dhe të merrni përgjigje nga zemra juaj. Ju me të vërtet që jeni të lidhur me shpirtin, t'i jepni përgjigje nga zemra juaj. Cilat marrëdhënie ndihen të rënda, a mund t'i lehtësoj dhe a mund t'i përfundoj ato? Me vërtetësi, përgjigja vjen nga zemra. Kërkoni ndihmë, sido që t'i jetë, por uluni dhe bëni këtë pyetje, a i bëni me meditim, a meditar në qetësi të jeni të sigurt që ju do të merrni përgjigje. Nuk është se të nxitoni, por ta bëni këtë pyetje dhe t'i jepni përgjigje me zemër. E dyta, nuk ju detyroj, është drejta juaj, por në qoftë se kërkoni bukurinë e jetës, hapini krahët se do ta merrni përgjigjen. Pra jeni ju që jeni gati të lirë dhe ju ndihmojeni. Mësoni një gjë, në fillim duket e vështirë, në mes, sepse ne ecim çdo ditë, në mes duket e çrregullt, por të jeni të sigurt që do të arrini në një jetë të mrekullueshme, që askush nuk e di nga njerëzit që flen gjuhë, apo që kanë humbur jetën, sepse ne do të vdesim një ditë, ne e kemi këtë fuqi, prandaj jepini përgjigje me zemrën tuaj. E dyta, a jam në gjendje të jap dhe të marr me dashuri të sinqert. Pra sido që të jeni, filloni tani të jepni dhe të merrni me sinqeritet, me vërtetësi,
përgjigja vjen nga zemra. Dhe tjetra, a jam duke bërë atë që thot zemra ime? Pra çfarë do lloj që jeni në veprim, për çfarë do lloj që, sepse ne jetojmë në këtë jetë dhe ne do bëjmë diçka, në çdo lloj lidhje që ju keni, sepse Luani përfaqëson grup dhe në këtë rast miqtë tuaj e tjera, në çdo të kuptoni që a jeni duke dëgjuar zemrën tuaj. Vetëm zemra jon do të na çliroj nga çdo lloj bllokade që ne kemi. Të jeni të sigurt për këtë. Duke ndjekur zemrën tuaj, ju ndihmojeni, ne nuk jemi vetëm, se zemra është, kur filloni të hapni zemrën tuaj, ju e ndjeni që jo vetëm që doni veten, por ju vazhdoni hap pas hapi se shpirti na do më shumë se askush. Tani, në lidhje me energjin, është që do të ndikoj shumë pra, në elementin e zjarit dhe në elementin e ajrit. Elementi i zjarit është Dashi, është Luani, që po flas, është dhe shigjetari, dhe në këtë rast janë pasionat, janë frymëzues, janë sigurisht janë impulsiv, janë dhe dramatik, por në përgjithësi janë aventurier dhe janë motivues, janë që ndihmojnë, pra e ndjekin. Ndërkohë është në lidhje me elementin e ajrit që ka të bëjë me binjakun, me peshorin dhe me ujorin, dhe këto janë elementi i ajrit me mendimet tona, pra do të keni në lidhje edhe me mendimet tuaj, hijet mendore të tjera. Pra janë të pavarur, janë intelektual, janë argëtues, janë shoqëror, gjithsesi. Kjo nuk do të thotë, ju do t'i ndjeni më shumë, pra elementi i ajrit dhe i zjarit, por kjo nuk do të thotë që nuk ndikon te elementi i ajrit, i ujit edhe i tokës. Ndërkohë, mesazhi i nënësën, pra i energjisë Luanit, ka të bëjë që është krenar dhe do shta dhe më tepër se krenar. Po kështu gjatë gjithë muajit uluni përsëri dhe po me veten tuaj, po meditar, edhe të zgarravisni, por që është hëna e vetë shprehjes, ju lejon që të filloni të shprehni se jeni me veten tuaj, dhe në këtë rast pyeteni veten, sepse shumë me jetë mendore, a kam qenë egoist dhe krenar? Dhe a jam egoist, se mund t'jeni dhe akoma. Bajni dhe ktheni përgjigje, pra gjatë gjithë muajit, derisa të kthehet përgjigja, dhe me vërtetësi. Tjetër, a i kam trajtuar njerëzit si sklever, apo si ndjekësit e mi? A jam dhe po e trajtoj veten si arrogant, që të dalje drejta ime, apo bindës, apo dhe prestiqios? A jam shprehur qartë dhe mjaftueshëm me mënyrën time krijuese? Dhe e fundit, a i kam dhënë dhe a i tregoj vetes dashuri të sinqert, të vërtet? Ndërkohë, mesazhi i kësaj, pra, më falni kur tregova që është mesazhi, është energjia e Luanit, kur tregova që pra krenar dhe shumë krenar, kjo është energjia e Luanit. Dhe sigurisht që ne duhet jemi krenar me veten tonë, por jo me impulset e egos, dhe kujdes se Luani ka këtë. Prandaj po ja u dash këto pyetje që të vazhdoni, si ju ndjeni, ju jeni unik, por jepini përgjegjësi me vërtetësi. Mësoni që impulset e egos, nëse keni lëndime në çdo lloj aspekti të jetës, janë impulset egoiste, dhe në këtë rast është iluzion, dhe është ajo që duke kontrolluar jetën, duke qenë dikushi, ne pa e kuptuar lëndojmë njëri tjetrin. Ndërkohë është që të gjithë mesazhi i kësaj pra energjisë së Luanit na kërkon që ne të rikthehemi,
të falim dhe të përulemi me të gjitha marrëdhëniet me veten dhe me të tjerët. Pra të përulemi. Pra mjaft me egoismin. Tani me zonën ka të bëjë me është zona e argëtimit dhe sigurisht është në lidhje me fëmirin, ndoshta fëmiria jo në hershme, që mund të keni nevojë ta çlironi nga emocionet, nga mbytja, sidomos në zorët e barkët, se këtu është e kaluar ajon. Ndërkohë me fëmijët tuaj, si silleni apo dhe me fëmijët e tjerëve, me anën tonë romantike, sikurse edhe me krijimtarinë. Dhe në këtë rast që të gjithë do t'ju sjelli që do të keni emocione të forta, pra do t'i ndjeni, pra në lidhje me fëmirin tuaj, me fëmijën tuaj të jeshme, apo me fëmijët tuaj tjera, apo dhe të tjere. Ndërkohë është që do të keni në lidhje emocione, në lidhje me jetën tuaj të dashurisë, sikurse edhe për një pjesë nga ju, ndoshta në lidhje me projektin që ju jeni të zënë, pra do të dalin edhe në këtë rast emocione në lidhje, a jeni në rrugë të drejtë për atë që ju po krijoni, pra me projektin për të cilën ju jeni duke punuar. Pra do të ndjehen këto. Gjithsesi që të gjithë ne ndihmojeni dhe ju e dini këtë. Në momentin që ju jeni të lirë, ju keni hapur energjinë dhe duke qenë të lirë, universi ju ndihmon. Për këtë të jeni të sigurt dhe prandaj jeni këtu. Nuk jeni pa qëllim. Shpirti, vetja ju e lartë që ju drejton. Sepse që të gjithë ne kemi, pse e kemi, ky trup multidimensional, në zorët e barkut janë energji të ulta. Zemra është astrali që ka misionin dhe drejtimin e jetës tonë, dhe vetja jonë që si komunikojmë, si e shikojmë veten dhe botën, dhe si e kuptojmë universin në tërësi. Pra a jemi, kjo është vetja jonë e lartë, nga goja, pra koka. Zemra është astrale dhe në këtë rast është që të gjithë ne do të lidhemi me veten tonë dhe të do të gjojmë zemrën tonë, sepse është energjia e luanit që përfaqëson zemrën tonë. Ndërkohë është që të gjithë ka të bëjë me mesazhin që na dërgon kjo shtëpime numër 5, sepse është liri, është pavarësi, është transformimi jon, do të sjelli emocione në lidhje me të hapni zemrën, sepse ndjeheni të trishtuar. Pra që të gjithë të hapni zemrën, sepse ndjeheni të trishtuar. Përse? Dhe kjo është të hapet zemra. Dhe ne jemi që të gjithë, nuk ka rëndësi se sa i guximshëm je, se sa i mençur je, se sa çfarë do lloj. Ne kemi kaluar në një afat kohor për të cilën ishte niveli ulët. Dhe që të gjithë jemi të ftuar të hapim zemrën, sepse kemi trishtim. Fakti që ne kemi jetuar vetëm me impulset e egos dhe jo atë që të ndjenim, është sepse zemra jonë është bllokuar dhe nuk rrihet energjia si duhet. Dhe kjo është që na sjell pasoja që nuk arrim, dhe pse punojmë fort, nuk arrim atë që ne dëshirojmë, ndërrojmë. Pra sido që të jetë, prandaj hapni zemrën, sepse aty është trishtimi juaj. Tjetër është, po kështu në lidhje, doni që të lirojnë nga emocionet të papërpunuara. Pra në këtë rast ndoshta edhe fëmirin tuaj të jeshme e keni akoma të lënduar, sidomos në lidhje me nënën tuaj. Shënim që të gjithë jeni unik. Pra mbani atë raportin, shpirti juaj ja u sjell. Jini hapini zemrën, kjo është atë çfarë ndjeni, jo sjell vetëm ju mos rezistoni. Tjetër është ju që e keni hapur, ju e ndjeni që jeni të gëzuar me fëmijët tuaj, me fëmijët e të tjerëve, me veten tuaj, pra e ndjeni. Dhe për një pjesë nga ju që e keni po të hapur, ju e ndjeni që keni ide, keni frymëzim, sepse ndjehet energjia juaj dhe ju jeni tani të vendosur të filloni projektin tuaj, të shfaqni në këtë pra në tokën më për të ndihmuar në evoluimin e qenies njerëzore, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe në këtë rast është apasapi atë për të cilën shpirti juaj e ndjen që vjen nga brendësia,
ju ndihmojeni edhe ndoshta e ndjeni që të gjithë jeni unik se ku ndodheni, se si jeni të lidhur, ndoshta jeni të lidhur me fuqitë jashtëtoksore, me sinkronizimet, ju jeni unik dhe ju e dini se ku ndodheni, pra ose jeni në fillim, por që e ndjeni që keni ndihmë. Ndërkohë është që të gjithë do t'i hiqni dorë, sidomos në lidhje me, ndoshta keni, kjo në kërkon që të jepni kohë të lirë vetes tuaj. Ndoshta keni punuar aq shumë dhe tani kërkohet që të jeni të lirë, jepni kohë vetes dhe filloni lidhuni me njerëzit tuaj, me miqtë tuaj dhe mundësisht dhe argëtoni me njerëzit tuaj. Dhe Diana, gjithmonë në këtë kohë, gjithmonë unë që kur u zgjova, mbas koronës, sigurisht mbas koronës shkova gjithmonë shkoja në kohën e sezonit të dimrit për arsye se bileta ka qenë e lirë në kohën që u zgjova. Dhe e prisja biletën shumë të lirë para disa muajsh me qëllim që, por gjithsesi koha për disa avione është liruar edhe sidomos shqyrtëve me Shqipërinë se përpara ka qenë shumë e shtrenjtë, por gjithsesi unë e bëj gjithmonë në shkurt dhe në mars këtë ku shkoj në vendin tim. Edhe është një mrekulli, por unë tani e kuptoj pse ndodhte kjo, shpirti që ka është lidhja e kësaj kohe që kam qenë, e ndjej në veten time, dhe kjo është ajo momenti i takimit me njerëzit tanë, sepse që të gjithë janë pra më të lirë në kohën e dimrit, pra nuk janë më të turrur për të shkuar me pushime, ose se cili ka jetën e vetë, ndërsa në dimër unë i gjej edhe takoj, më është më afrushme se në Bear, nëse unë shkoj në Bear, dikush mund të ketë ikur në pushimet e tyre, sepse që të gjithë i bëjmë këto gjëra. Por gjithsesi që të gjithë jeni, pra që të gjini kohën e lirë dhe të krijoni lidhje me miqtë tuaj. Ndërkohë mund të dali emocioni në lidhje me çështjet e fëmijëve, mund të jenë me fëmijët tuaj, me fëmijët e të tjerëve, sepse mund të jeni të divorcuar, po kështu me fëmijën tuaj të hershme, atëherë bëhet fjalë që ky emocion që të gjithë nuk keni të merrni një zgjidhje në mënyrën që të kënaqeni ju dhe me të tjerët, pra të kënaqeni që të gjithë, ju fëmijët me këto që keni lidhje, në këtë rast me fëmijët. Ashtu sikurse edhe nëse jeni të zënë me një projekt dhe akoma nuk e keni vënë në përdorim, tani do të krijohet që do të filloni ta vini në zbatim, pra të filloni ta vini në punë. Sigurisht që do të përballeni, jeni të vëmendshëm, do të përballeni në lidhje me çfarë ka nevojë miqtë tuaj dhe cilat janë nevojat e tyre. Pra ju do të përballeni me marrëdhëniet që ju keni me miqtë tuaj dhe cilat janë nevojat e tyre, ashtu sikurse do të filloni të përqendroheni në veçprehjen, në të folurin me veten tuaj, me veten, me fëmijët tuaj, ashtu sikurse dhe me projektin që të gjithë jeni unik dhe me projektin që ju jeni të zënë, pra si krijues. Ndërkohë kërkon dhe ekuilibrin, dhe ky ekuilibër është po ashtu që të gjithë jemi të ftuar që të pyesni veten sa i përmbushni nevojat e grupit tuaj, të rrethit tuaj ku ju bëni pjesë. Pra sa i përmbushni këto nevoja, ndërkohë në lidhje me sa jeni të vendosur që të ndiqni projektin tuaj, atë që ju keni, pra që vjen nga zemra juaj dhe që e ndjeni, dhe të filloni të flisni, pra të flisni dhe të jeni të hapur në botë, pra të jepni atë çfarë jeni në gjendje që t'i afroni pra botës. Sepse që të gjithë ne jemi unik, që të gjithë ne kemi vlerë, që të gjithë ne jemi për atë që ne ndjejmë, pra ta krijojmë me vlerën tonë, pra sa jeni të gatshëm dhe të aftë për të qenë në vetveten tuaj dhe për të folur. Ndërkohë është pra të gjehet ekuilibër në këtë, pra të çfarë shpirti juaj, zemra juaj dëshiron. Ashtu sikurse që të gjithë do të gjejmë ekuilibër. Ndjeheni sigurt
kur jemi me të tjerat. Jeni të vëmendshëm që të gjithë ju që ndiqni këto, ndjeti sigur që jeni me të tjerat. Ndjeti sigur që të bëjmë si bëjmë të tjerat. Por është koha për të gjithë dhe sidomos ju që ndiqni këto video dhe jeni akoma në kërkohet të zbuloni, prandaj të hymë në brendësitë të vetes tonë, me mençurinë e trupit tonë, me veten tonë, kush ne jeni. Pra edhe kjo do të gjendë, se varet si ju jeni. Ndërkohë, për një pjesë nga ju, për të cilën nëse lidhje dashurie përfundon, ju nuk keni pse nxitoni, por të dini që kjo lidhje dashurie do të përfundoj në momentin dhe në kohën e duhur. Nuk mund të nxitoni asnjë gjë. Thjesht kjo do të ndjehet dhe do ta kuptoni dhe do të vi në momentin e duhur. Pra nuk mund ta përfundoni ju. Tjetër është që nëse ju keni një lidhje dashurie, pra i ndjeni, sigurisht që i do të ndjehet emocionale, sigurisht që mund të ndjehet në rritje, por sigurisht mund të jetë në zbeje. Pra kjo është do të kërkohet ekuilibër nga ju. Ndërkohë, ju do të falni dhe ju do të jeni mirënjohëse. Falja duhet sepse shërohemi, falja duhet sepse duke falur veten, ne shërohemi, duke falur të tjerat, ne çlirohemi, pra janë energji çlirohemi. Ashtu si kurse mirënjohja, sa më shumë mirënjohjes të jemi, aq më shumë energjia jon rritet, sepse ne i themi egos, okay, unë jam i kënaqur me atë që kam. Dhe në këtë rast, ego jon, impulset e egos janë të qeta. Pra ndjeshmëria, mirënjohja është ndjeshmëri. Falja është shlirim i energjive. Pra, qa do të thotë? Unë nuk mund të hyj, se mua më zjatin shumë videot, sepse kam bërë para një muaj në hënën e plot në Gafore, për të cilën po ja u shpjegoj ju që nuk e keni filluar të veproni në lidhje me, nëse doni, unë nuk ju lutem. Është thjesht që u tregoj që ka dhe një mënyrë, dhe sinqerisht, besoni në veten tuaj, besoni në shpirtin tuaj, dhe nëse rezononi, ndiqini. Por është drejta juaj, trupi juaj, shpirti juaj që ju drejton. Nëse dëgjoni shpirtin, ju jeni në rrugën e mrekullisë, sinqerisht. Nëse vazhdoni të bëni gjërat që në këtë rast me egon, sigurisht ju sillni pengesa dhe kjo ju vështirëson, pra i reziston. Tani në lidhje me faljen dhe me e keni në minutën e 25, pra nëse nuk doni të ndiqni video, në minutën e 25 kam filluar të flas se si të falni dhe si të jepni mirënjohje. Dhe kjo është në çdo hënë të plot sipas temës. Pse? Sepse tani do ju tregoj pse duhet të falni. Ju duhet të falni edhe atë që ju ka poshtëruar ju. Do të dërgoni dashuri, edhe atje ku ka urrëtie, edhe atje ku ka poshtërim. Më çdo gjë që me të vërtet, edhe që sipas jush nuk e meriton sepse i të ka lënduar, do japësh falje. Pra kush është ai që të gjithë e dini, pra kush ju ka poshtëruar ju, do të falni me dashuri, pa kushte, me dashurinë inore, me dashurinë e zemrës, se zemra fal, zemra e nje dhe fal. Ndërkohë është që për ju, po ashtu, ndoshta i thoni vetes që jeni një prind i dështuar, se po flas për fëmijërinë, apo nga ana romantike e tjera, që jeni një prind i dështuar. Për shembull, në lidhje me fëmijët tuaj, apo në lidhje me atë që ke qenë shumë e rrep në lidhje me jetën, pra ke marrë jetën shumë serioze të tjera. Okej, ne jemi njerëz, ne kemi bërë gabime, ka qenë niveli ullët, bëm çfarë bëm. Tani do ta lëm atje atë që kaloi, sepse nuk e ndryshojmë dot, por tani të fillojmë të përfundojmë gjërat që t'i bëjmë më mirë dhe që të arrije më mirë, ne do të falim dhe ne do t'jemi mirënjohës.
Tjetër, para se ta mbyll, do të përdorni edhe këto mantra dhe me hënën e re dilni në dritare, në balkon dhe vazhdojni gjatë gjithë çdo ditë këto mantra dhe të jeni të sigurt që janë që ju lirojnë, ju çlirojnë. E para të vazhdoni. Unë i jap vetes time atë që kam nevojë. E dyta, unë e pranoj rrjedhën e jetës dhe përqafoj ndryshimet që janë të nevojshme. E treta, unë jam e lirë të shpreh emocionet e mia në një mënyrë të shëndetshme. E katërta, unë jam e apasionuar dhe unë jam krijuese. Dhe e pesta, unë kam kufi që më mbrojnë. Pra që të gjithë keni arritur në këtë moment dhe të kuptoni që ju nuk jeni vetëm, dëgjoni zemrën tuaj, atë çfarë thot zemra juaj, dhe me dashuri edhe atje ku ka urrëtie, dhe duke planuar me vërtetësi atë çfarë ju ndjeni, planoje, mos rezisto. Në qoftë se nuk e fjalë, atëre qëndro neutral, por vazhdoje sa i që ta sjell trupi atë emocionin dhe gjithmonë në atëreja na sjellin emocione. Dhe është ajo që kërkon o gjithçka o asgjë. Pra, në qoftë se ju vjen në trup dhe kërkoni të çlirojni, duhet ta çlironi. Ndryshe do ta vazhdoni sepse ana e plot në Luan do të vi vitin tjetër, mbas 12 muajsh, pra kështu është. Por në qoftë se ju ecni fazë më fazë, ju do të arrini, pra do të ecni me shpirtin tuaj dhe do të ndjeni që shpirti juaj ju do më shumë se askush dhe është koha që ne ndihmohemi, jo vetëm nga epidemia mendore që është këtë kohë është një epidemi mendore, kudo ka një shpërthim se cili idetë e tyre, gjithsesi, por një gjë të dini, ju që jeni të lidhur me shpirtin, ju do të dëgjoni shpirtin, zemrën tuaj dhe do të vazhdoni këtë rrugë hap pas hapi, edhe pse ndjehet në fillim pra i vështirë, edhe pse ndjehet në mes i çrregullt, jeta e bukur do të fillojë, do të jetë mrekullueshme, sepse askush nuk e ka jetuar, po janë vetëm frekuencat e larta, ëngjit e tokës që kanë zbritur në tokë dhe po shkëlqejnë këtë dritë, sepse është drita e mençurisë së vërtetësisë së jetës, të burimit të energjisë, të Zotit, të universit të bollshëm, që e kemi që të gjithë në zemër dhe kjo është hëna e plot në Luan që ka të bëjë me zemrën tonë. Pra që të gjithë dëgjoni zemrën tuaj dhe të jeni të sigurt që zemra tregon të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Dhe me mua miru pafshim deri në video tjetër. Faleminderit.